Përshëndetje, miqë e programit, miqë e pasditës. Sot jam shumë e lumtur sepse kemi një temë shumë të dashur. Do flasim për Sanremo. Sanremo nuk është vetëm festivali i Italisë, por është një festival që përflitet në gjithë botën dhe është një festival që edhe shqiptarët e kanë shumë qejf, sidomos muzikantët shqiptarët që janë frymëzuar në vite. Do flasim për këtë temë, por përpara shikojmë insertin dhe pastaj rikthehemi në studio me ftuarit e mi. Të ftuarit e mi sot në studio janë Andri Xhau, gazetar dhe komentator i Sanremos në RTS. Përshëndetje Benjada. Luela Miftari, gazetare e kulturës, dhe na Kiana kemi Sergio Aidini, kompozitor. Mirë se erdhët. Si ju duket ky Sanremo i këtij vitit, se shikoj plot me dinamika? Festivali Sanremo, siç u tha dhe në insert, siç e prezantove edhe në fillim, është një ngjarje e madhe e kulturës, jo vetëm në Itali, por edhe ne në Shqipëri mezi e presim dhe presim edhe përjetojmë si ndoshta jo aq shumë sa italianët, se cilat do të jenë zhvillimet që do të shoqërojnë këtë edicion. Ajo çfarë dihet është që ja ka marrë drejtimin në skenë, por dhe drejtimin artistik Carlo Conti, pas një suksesi që ka patur në 2015, 2016, 2017. 3 vite ka patur, tani është viti 4, po. Ndërkohë që vjen me një vështirësi shumë të madhe Carlo Conti për arsye se Amadeus krijoi dhe ngriti stekën shumë lart. Madje në 30 vitet e fundit, festivali më i ndjekur ka qenë ai i vitit kaluar dhe një viti më herët, pra 2 viteve të fundit. Kështu që Carlo Conti duhet superojë atë që ka bërë kolegu i tij Amadeus, por me sa duket i ka marrë masat për arsye se ka një kast shumë të mirë artistësh që janë në garë, por edhe të ftuarve të cilët do të jenë si moderator, që do të jenë moderim bashkë me të. Nuk e dia, kemi kohë përmend disa prej tyre sepse janë emra shumë të rëndësishëm, Benjada, dhe janë emra, nëse flasim në garë, flasim një rikthim të Massimo Ranierit, kemi Giorgio, një emër shumë të rëndësishëm të muzikës italiane, kemi gjithashtu emra të cilët kanë fituar më herët Sanremo, siç është Francesco Gabbani apo Francesca Michelin, ka shumë emra. Por ndërkohë, ashtu sikurse po ndodh edhe me festivalin e këngës që po bëhet akoma dhe më i hapur edhe për rrymat alternative ose për të rinj të cilët përqafojnë një zhanër tjetër që gati janë atemohen me idenë që janë këngëtar videoklipesh, po kemi Gaia, po kemi edhe shumë emra të tjerë. Mendon që kjo gjëra veçantë Sanremo të vitit, artistët, një miks. Ka një miks të jashtëzakonshëm, mes emrave shumë komercial, por edhe emrave të rëndësishëm. Nëse flasim për moderim pastaj, kemi Mahmud, fitues 2 herë i Sanremos, që është edhe këngëtari im i preferuar. 2022. Është një këngëtar që pëlqejet mjaft edhe në Itali edhe më gjerë, kështu që do të jetë ai një nga prezantuesit e këtij viti, do të jetë gjithashtu Elettra Lamborghini, nuk e di nëse një personazh që ndoshta shqiptarët nuk e njohin shumë. Po është anatemuar në Itali, duhet thënë, sepse shihet si një vajzë sipërfaqësore, si një pinjole e familjes Lamborghini dhe që ka lek dhe asgjë më shumë, por kanë guxuar ta marrin si prezantuese. Edhe do këndoj, ka kënduar një herë, ka qenë Më pëlqen kjo guximi, se ka njerë duhet të eksperimentojnë. Absolutisht që po, ndërkohë që duhet të përmendim edhe pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të Alessia Marcucit. Më fal, tani nuk besoj që ka njëri që nuk e njeh dhe nuk e vlerëson Alessia Marcucin për gjithë që ka bërë, kështu që do të jetë një nga prezantueset në finale për herë të parë në Sanremo, që nuk e kemi parë shpesh në Rai. Alessia e kemi parë në gjëra më shumë serioze, lejene ose edhe emisionet pak Speciala Notizia, po ka qenë në format serioze si format. Gjithsesi ajo është një person shumë fani dhe pres shumë nga Alessia. Do ta lër pa fjalë, pa tekst Carlo Conti, kështu nuk e di ai ka bërë llogarit mirë ai, sepse Alessia merr situatën në kontroll edhe nuk të lë. Kështu që ka shumë risi dhe shumë element të bukur të këtij viti në Sanremo. Luela, po gjithë element unë besoj që është në një farë mënyrë edhe një lloj rreziku skenik, jo vetëm për faktin që duhet fusim vajza të bukura ose të lakuara në media për jetën e tyre luksoze, por edhe për të kuptuar se si do t'ja dalin gjithë këta njerëz që performancën e tyre skenike, qoftë këta edhe këngëtar, të cilët do të ngjiten si prezantues, pa diskutim është një thik me 2 presa. Megjithatë, besoj që do duhet të kërkoj t'ja dalë për ato vite në cilat Sanremo ka qenë shumë i ndjekur, pa diskutim edhe me prurje shumë të mëdha. Mos harrojmë që Maneskin dhe ne po flisnim vetëm pak minuta para se të niste situash emisioni, ka qenë një nga zbulimet më të mëdha të Sanremos dhe nuk ngeli vetëm brenda skenës së Sanremos, po tashmë kanë fan botërore, kanë
në mënyrë ndërkombëtare po duar trokiten. Kështu që Sanremo këto vitet e fundit ka treguar që jo vetëm do të sjellë një rrymë të re, duke mos mbetur tek balada, tek muzika e lehtë, ku për dekada të tëra ka qëndruar muzika italiane, po duke thyer disa tabu, duke sjellë elemente të ri. Për çfarë ndryshimi do kemi këtë vit? Po elemente të ri më duket pa diskutim edhe. Se elementet kemi parë në disa audicione të tjera, kemi pasur disa personazhe, shumë vite përpara kemi pas Elisabetta Canalis me Belen Rodriguez, që kanë pruar një super show dhe media italiane kanë folur shumë, jo vetëm për veshjet, por edhe për mënyrën si kanë ardhur te festivali. La Farfallina di Belen është bë virale në çdo botë, që është festivali këngës, festivali muzike, festivali artit italian, shpesh luhet me këto elemente dhe në fakt nuk e di nëse i shërben për mirë apo për keq festivalit, se më shumë u fol për fluturën e Belenit, a kishte veshur apo jo të brëndshme, se sa u fol për... Kishte veshur më në fund. Po e lëm të argumente, shkojnë në një orar tjetër. Gjithsesi, çdo publicitet ose çdo, si thua, marketimi këtij lloji gjithsesi mbetet marketim. Absolutisht, nuk ka marketim të keq. Për industrinë, jo vetëm të muzikës, po edhe të spektaklit, aty pa diskutim që bën një lloj sensi edhe për të kthyer syt drejt Sanremos. Po meqense Luela përmende Maneskin, për shembull mund të them që Maneskin këtë vit do të ngjiten në skenë, por ka një gjë. Do ngjitet Damiano vetëm, sepse ka nisur karrierën e tij solistike. Jo, nuk do të jetë më me... Ka filluar me grupin dhe pastaj... Tani është vetëm, jam shumë kurioz ta shikoj. Edhe unë jam kurioz se si do të jetë muzika që ai po bën si solist. Në rrjetet sociale në Instagram ka rezultuar shumë i suksesshëm edhe vetëm. Unë madje aty do thoja jam shumë kurioz. Ti ke ndjekur Sanremo që si artist? Ndër vite ne jemi rritur me festivalin e këngës, me Sanremon. Je frymzuar. Sigurisht nuk kam jetuar edhe në Itali, kështu që jam shumë pak më afër kësaj kulturës italiane dhe muzikës. Kush ka qenë viti më i bukur i Sanremot? Ma me një edicione ma të veçantë? Këto vite dhe fundit kanë qenë goxha interesante dhe kur ka fitu Mahmud, madje unë i kam bërë edhe një cover asaj këngës. Okej, me këngën Soldi? Soldi edhe më mbrapa, po, Brividi, ka qenë për mua një nga këngët që do në bajet mënd dhe realisht shumë këngë e bukur. Kështu që këto janë artistë shumë avangard, do të thoja, sepse Italia vitet e fundit, si në gjithë botën, kanë ndryshuar zhanret, është bërë pak më modern, tani është futur edhe AI, nuk e di me këto teknologjitë e reja, mendoj që do jetë diçka fantastike, po jemi duke pritur. Ka të frymëzon si artist? Po sigurisht, mua dhe besoj çdo shqiptar, mendoj, neve jemi shumë afër si shtete, kështu që patjetër, ja kemi ndjekur ndër vite dhe jam gjithmonë kështu duke pritur si eveniment. Jam kurioze, ky Carlo Conti, çfarë pritshmëri kemi? Do t'ja dali? Pa dyshim që do t'ja dali, sepse është një emër i përvetshëm i televizionit italian. Ai e ka testuar veten në 3 edicione dhe ka rezultuar suksesshëm, jo sa kolegu i tij Amadeus, prandaj thash edhe në fillim që do duhet të punoj shumë për të superuar 2 edicionet e fundit. Megjithatë, ajo që duhet thënë është se punohet një vit të tërë për festivalin dhe punohet me strategji. Pra nëse vjen një Alessia Marcucci në skenë, nga ana tjetër ka vend edhe për Elettra Lamborghini për rrjetet sociale, sepse vitet e fundit festivali është bërë dhe shumë social. Po nga ana tjetër, po punohet shumë për të patur të ftuar ndërkombëtar që kanë munguar vitet e fundit dhe flitet që do të ketë një rikthim të emrave të rëndësishëm, sepse në skenën e Sanremos kanë shkelur Madonna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Britney Spears e shumë emra të tjerë. Po në çfarë moment është bërë social Sanremo? Mendon që mund të jetë bërë social në këtë vit e fundit edhe falas, po thuaj me Thojza e Chiara Ferragnit? Po, absolutisht. Gjejnë gjithmonë elemente për ta bërë virale, ndodhi një puthje, nuk e mbaj mend vjet apo par vjet, me një nga Rosa Chemicals bashku me Fedez, që ishte në radhën e parë, dhe ajo ishte e gjitha për mua e paramenduar për të shitur pak nga ana tjetër Ferragnin prezantim. Si tip skandalin s'ke, nuk mbaj mend cili artist ka qenë që thyë u shkatroi komplet skenën. Jeni pro o kundër këto skandale në një festivali këngës, festivali i arteve? Unë jam habitur pak, po unë jam kundër. Unë jam kundër, sidomos për një festival që është... Që të pëlqen festivali i vitit 90 me artistët pak ma... Jo, për shumë, edhe festivali i vitit kaluar, po ti heqësh këto detajet e skandaleve, besoj që Sanremo nuk ka nevojë për skandale. Tu jap një kuriozitet, ndoshta Benjada e di, por Luela, Sergj ndoshta gjithashtu, që kur është finalja veçanërisht e Sanremos, që përkon të shtunave, Mediaseti anulon primet e veta, anulon që mund të ketë Grande Fratello apo programet e tjera. Po pra, sepse duhet patjetër
vëmendja atje tek Sanremo, sepse nuk është vetëm e rajt, por është e gjithë italianëve. Gjë që nuk ndodh në Shqipëri për shembull. Madje lihet në finalen e madhe të festivalit këngës, lihet patjetër ndonjë premierë, ndonjë programi tjetër, sepse nuk e respektojnë si institucion. Festivali është institucion dhe prandaj them që këto detaje e bëjnë pjesë për aq kohë sa është një eveniment i madh kaq i rëndësishëm. S'ka nevojë për një belen ose e letra që bën skandale, sepse që t'jenë sken janë. Mua pak të skandalët me thojza më pëlqejnë, sepse donosdon flitët edhe falas skandalet. Dhe po imi këtu të flasim edhe Blanco ka bërë një skandal tjetër. Dhe Beleni, Blanco, shumë artistë dhe nga njerë flitët për Sanremo në fillim për skandalet dhe pastaj për Sanremo. Megjithatë ka patur skandalet të cilat kanë ndodhur edhe jo të programuara. Ka qenë një duet i para 2 viteve, ishin bashkë autor të këngës, kantautor, por nuk më kujtohet Bugo dhe një artist tjetër dhe kishin kontradikta për tekstin. Jo do e bëjmë kështu, do e bëjmë ashtu dhe në finale, në gjysmë finale, njëri nga artistët ndryshon tekstin gjatë interpretimit live, fillojnë të zihen dhe njëri lë skenën, lë performancën në mes dhe pastaj u skualifikuan nga finalja. Kështu që ka gjëra që ndodhin edhe pa skenarë, janë pashmangshme. Gjatë performancës, ideja që ti mund të prishësh lulet apo të edhësh diçka në sken, pa diskutim unë mendoj që është improvizim. Nuk ka mundësi që brenda një viti ndërsa përgatitesh për këtë skenarin e madh ku ti duhet kesh patjetër disa gjëra i lihen edhe emocionit të rastit, pa diskutim aty për aty. Dhe mendoj që këto janë gjërat më të bukura që e bën një festival, sepse në fund të ditës çdo artist ka emocionet e veta dhe gjen mënyrën se si konfrontohet, si edhe përballë publikut. Ndërkohë ti mendon që është bërë çdo gjë për të mendoj çfarë skandali do bëj vitin tjetër. Çfarë do ndodhi, po, jemi gjithë edhe Po, jo, ideja është që mua mendoj që më duken pak të programuara këto skandale. Disi, pastaj se ata janë shumë të lirshëm në atë që mendojnë dhe bëjnë, ndoshta mund të miksohen këto edhe pastaj ndodh ajo që ndodh. Kush është ai vërtet? Kush është artisti që mendon që këtë vit do japi më shumë në Sanremo? Se ti ndoshta më shumë si Ka shumë element. Jam shumë kurioz për Fedez, që i kthehet. Bas gjithë atyre historirave që i kanë ndodhur në jetë, mendoj mund të ketë diçka interesante. Shumë kurioz jam. Shikojmë një Fedez ndoshta pak më pozitiv, pak më i lumtur. Shpresojmë. Shpresojmë. Sa e Kiara shkruaj e ka lënë djalin. E ka lënë çik. Tjetër, Irama, mendoj që vitet e fundit ka shkuar shumë afër për ta fituar çmimin, ka marrë çmimin e dyta, çmimin e treta, në top 500 e këngëve më të mira. Akile Lauro, pastaj jam shumë kurioz ta ndjek. Po ndërkohë ka edhe këngëtar goxha të konsoliduar ndër vite, siç është Giorgia, Noemi. Ka shumë element, kështu që mendoj do jetë shumë avangardë dhe shumë intensiv në patjetër. Sa i ruan Sanremo traditën në këto vitet? Sa i ka ruajtur? E ka ruajtur sepse pavarësisht se muzika evoluon, çdo gjë dhe televizioni në vetvete evoluon, kështu që është përshtatur gjithmonë, është përpjekur gjithmonë të përshtatet me trendet e kohës. Megjithatë, është përpjekur të ruajë atë muzikën e vërtet italiane. Ne sapo dëgjojmë një këngë nga Sanremo e kuptojmë që është italiane, që vjen nga kultura muzika italiane edhe pa dëgjuar tekstin, që në motivet e para, ose ka patur këngë të cilat kanë patur dhe refrenin anglisht, por kanë mbetur në thelb italiane. Por është bërë shumë është bërë i hapur për trendet e reja, ka dhënë mesazhe të forta dhe me këngët fituese, për shembull Maneskin me një këngë krejtësisht rock që ka mundur të fitojë festivalin, gjë që nuk kishte parë kryesisht. Po, një këngë që në fillim nuk e panë si fituese. Po, nuk e panë si fituese dhe çfarë ndodh? Ndodh që kënga erdhi me një mesazh shumë të rëndësishëm për treguar që muzika dhe festivali po hapet më shumë, i ka hapur dyert ndaj trendeve të reja, jo më baladat tipike të festivalit që fitojnë. Po kështu vitin e kaluar Angelina Mango, e cila fitoi dhe askush nuk e priste, që mund të fitonte me një këngë që ishte shumë radiofonike, por jo shumë festivalore. A mund t'jetë që fitoi Angelina Mango festivalin sepse bëri një tekst La Rondine dhe u përfshi pak edhe sigurisht Goca babit. Po, kujtimi babait. Po, shumë fort. E penalizon ta i fakt, po ndërkohë shumë artistë dhe shumë ishin kundër, ose le të themi e paragjykonin disi atë historinë, po kënga ishte shumë e bukur, ajo
e performoj shumë mirë, ishte perfekt, mendoj kështu që pse jo. Unë kam mundur që ta intervistoj Angelina Mangon edhe tha pikërisht këtë që fakti që ajo ishte e bia e Pino Mangos mund ta penalizonte për arsye se do thoni që edhe po të fitoj me merit, do thoni që është vajza e babit vetë edhe normalisht do të fitonte. Para jo e tregoj veten që është një artiste shumë e mirë, edhe një këngëtare shumë mirë. Ja, ky është momenti kur shpallet fitues, që gjithë prisëm me shumë emocion, dhe kjo ishte një përballje shumë e fortë, Benjada, për arsye se ishte Angelina Mango, një super artiste, dhe ishte një këngëtar napolitan që ne dim se çfarë anatemimi ka në Itali për Napolin, për napolitanët. Nuk e di sa e din shqiptar, për napolitanët janë bën shumë për njëri tjetrin. Jam pak si shqiptarë dhe ku ka një napoletan që bën një konkurs, një festival, napoletanët mbledhen dhe bëjnë grup për ta arsuar sa më shumë larg. U tregua se u votua shumë, ishte nga më të votuarit, kështu që jurit pastaj i dhanë më shumë dorë Angelinës, sepse në publik ishte artisti nga Napoli më shumë i votuar. Një kuriozitet, fituesi Sanremo, a mund ketë një shans në Eurovision? Po fituesi Sanremo ka qenë gjithë kohës po thuaj se në top 5 ose në top 3. Po Maneskin fitoi. Maneskin më duket që ke shumë qefti, a? Po, sepse janë artistë shumë të mirë. Damiano Habukveç, po vetë grupi në vetë bëjnë muzikë shumë të mirë. Dhe në Itali dhe në Eurovision janë vlerësuar shumë. Por, siç po thoshte Sergio, gjithmonë kanë qenë në 500 më të mirë. 500 më të mirë. Edhe këtë vit mund të ripërsëritet prapë suksesit? Është pak herët, sepse duhet të shohim çfarë këngësh ka, po me këto emra Benjada që shohim në listë, jam i sigurt që secili prej tyre është kaq i mirë, mjafton të kenë një material të mirë dhe do ecin shumë. E vërtet, po cila është pritshmëria për këtë vitit? Për këtë vit pritshmëria është që festivali të japi të tjera mesazhe shumë të forta, mbi të gjitha, sepse festivali përveç festival muzikor, Sanremo ka qenë gjithmonë edhe festivali mesazheve të rëndësishme. Ka dhënë qëndrime për luftën në Ukrainë, ka patur mesazhe të forta për situatën në lindjen e mesme, ka patur mesazhe të forta për dhunën në familje, për dhunën ndaj gruas. Kështu që edhe këtë vit priten mesazhe shumë të forta për të treguar një lloj qasje të Italisë këtë vit edhe kundër politikës, sepse shumë italianë po e sulmojnë politikën e Melonit, kështu që edhe politikat e saj në përgjithësi, kështu që pritet ketë dhe shumë mesazhe politike, dhe njëri prej të ftuarve siç është Nino Frasica, një komedian shumë i njohur, ai kam përshtypjen siç ka ndodhur dhe vite të tjera ku ka qenë i ftuar. Aktorët mendoj që do kenë një pjesë shumë të rëndësishme. E vërtet, përmes humorit edhe ironisë do të përpiqet të japë ca mesazhe të forta politike. Këtë vit do të guxojë Sanremo. Vërtet. Të bëni pak melankonike në të dyja. Kush nga këto këngët në gjithë të vitet e Sanremo të ka prekur më shumë? Dgjoj, unë jam fanse e madhe me Maneskin, paktën në këtë dekadë të fundit. Po Maneskin është artist i ri, po thuajmë. Po thuaj, por theu disa tabu me Sanremon duke u larguar nga balada apo nga muzika e lehtë. Nga ana tjetër risolli në vëmendje muzikën rock që në Eurovision e kishte bërë më duket herën e fundit një grup nga Turqia. Edhe Finlanda. Dhe Finlanda. Pra, muzikën rock duke sikur i mbetej viteve 80, nuk ishte më atë tendencë. Ne që e pëlqeni muzikën rock dukeshim shumë të vjetër në thellë. Ja se keni qef atëherë. Dhe Maneskin duket sikur na risolli një lloj tendence ose muzike e cila i kishte munguar pa diskutim botës muzikore, tregut muzikor në të gjithë botën, jo vetëm në Itali, duke qenë se me shumë rëndësi ka qenë muzika rap, kanë qenë elemente që bënin bashkë popin, rockun, po ndoshta edhe është ai pop party që ishte futur. E kanë marketuar fort, mendoj. E kanë marketuar fort, po mua më kanë pëlqyer që në momentin që kanë qenë pjesë e një kompeticioni që ishte shumë më pak dimensione se sa Sanremo, që ku ka qenë një talent show. Edhe për shkak të dimensionet që ato kanë pasur në krimtarinë e tyre, i shkruajnë vetë muzikën, bëjnë vetë tekstin, coverat e tyre janë të jashtëzakonshëm, që në një farë mënyrë në gjitha dimensionet, përfshirë edhe anën vizuale, se si ata paraqiten në ana vizuale. Ke look pak agresivo, me thoj, Za. Sili. Po Damiano ka përshtypjen që vjen komplet ndryshe këtë moment në Sanremo. Ju mendoni që një artist si Damiano në Shqipëri mund të kishe hecur? Jo, nuk e besoj.
sidomos në festivalin tonë, i vetëm jo. Ama në grup po, besoj që po, ne do të përqafonim si tuash gjithë të tendencë të madhe që sjell Maneskin, po Damjanove duhet parë se si do të vinë në Sanremo këtë vit, besoj do jetë pak më klasik dhe jo ai Damjano që është bashkë me Maneskin, po e pra varet se çfarë, po unë duke ndjekur në rrjetet sociale dhe në Instagram, kam parë që është bërë pak më klasik me ato xhaketat. Ka ndryshuar stil. Ka ndryshuar, pa diskutim. Stil është bërë pak më i butë, nuk e di nëse do të Edhe pëlqej. është zbukuruar pak, ka hequr pak atë pjesën agresive, është bërë pak më serios. Më serios. Dosha i kërkot edhe nga Sanremo. Mendoj që kjo është, këtë do të ndjek me shumë kënaqësi, edhe një lloj si kurse ndjekim natën e parë të vitit të ri, atë të Vienës, koncertin e Vienës. Është një lloj tradite që e kanë pa diskutim shqiptarët, edhe si një mënyrë për të kujtuar atë që ishte bota përtej dritareve që mund të na ofronte gjithmonë një televizion i vetëm siç ishte radio televizioni shqiptar me festivalin tonë. Ju sigurisht e keni parë Sanremo. Për shqiptarët është gjithmonë një lloj tradite që na çon tek e reja, tek ajo që duhet shohim përtej botës edhe dritarës në Shqipërinë e izoluar që kemi qenë dikur. Patjetër, unë jam rritur me Sanremo dhe sigurisht është një festival shumë të rëndësishme, po ndoshta këtu në Shqipëri e keni parë me ma shumë dashuri, me ma shumë nostalgji. Po, a keni një moment, keni një kujtim të bukur nga Sanremo në një këto performance të kaluara? Një moment që ju ka ngelur në zemër? Edhe ju ka emocionuar? Si që folëm edhe pak më... Se ti e pak më emocionale, si artist që je. Po, si që folëm edhe pak më përpara, mua kënga Brividi e Mamut, viteve të fundit më ka pëlqyer shumë, edhe për tekstin, po edhe për performancën që ata kanë bërë live, duke marrë parasysh që kanë qenë këngëtar relativisht të rinj, edhe pretendoj që mos të kishin aq shumë siguri në vokal, po ata e kanë realizuar me një performancë shumë të mirë dhe shumë profesionale, do thoja. Kështu që më kanë ngelur në mendje, siç thash që kanë bërë edhe një cover edhe më pëlqen shumë si këngë. Kjo ka qenë. Patjetër, Andi, momenti më i bukur për Sanremo për ty, kush ka qenë? Po kam shumë sepse unë nuk bën 12 vite që e komentoj edhe kur e komenton dhe i përfshihesh, por sigurisht që lidhja ime me Sanremo është shumë vite përpara. Dëgjonim këngët edhe nëse nuk e ndiqe festivali nga fillimi deri në fund do të mbeteshin këngë. Unë për shembull ke pasur kaseta? Po kaseta që t'keme të. Dhe më kanë pëlqyer këngët shumë atë lapsin. Me lapsin që na ndihmonte kur ikte Shiridi. Ana Oksa për shembull. Të gjitha këngët e Ana Oksës më pëlqejnë njerëzakonisht shumë. Më pëlqen pastaj ka emra shumë. Kujtoj ka qenë një këngëtare Luce, ka pas titulli këngës, por nuk e kujtoj kush e këndon. Siamo nella stessa Gjorgja, nuk e kujtoj. Dhe është Eliza, kam përshtypjen. Ndoshta, më duket. Po nejse. Gjorgja ose Eliza, do shikojmë pastaj. Me gjithë këngën e ditë. Ndërkohë të shikojmë këngën fituese e vitit kaluar dhe pastaj rikthehemi bashkë. Rikthehemi në studio së bashk, ndërkohë Andri ka lanë studio, ka hikur, s'është mërzitur me mua, ke jemi ziri qik, jo bëj shaka, kishe arsye pune. Neve vazhdojmë bisedën tonë, sa pam videon e Angelina Mangos, fituesja e Sanremo, ndërkohë ne po fliqim për Angelinën, po për lukën, për veshën, për këngën, dhe po më thoje që mbrapa ka një... Dhe po thoja që mbrapa çdo performancë, sidomos në për festivale, ka një punë shumë të madhe, duke nisur që i vogël, marrë shkasë edhe flasë për veten time, se unë kam studiuar muzikë edhe gjithë kohës, do më thënë, duhet të studiosh, të punosh fort, dhe aq më tepër vitin që ti ke për të marrë pjesë në festival, duke nisur... Patjetër, se publiku shikon vetëm skenën në 3 minuta këngë? Po, publiku, në 3 minuta shikon performancën dhe thot, okej, mirë, ose nuk e di gjithë historinë nga mbrapa, se qa ndodh edhe është pak paragjykues me në artistët disi, le të themi, se thonë, ama se këto tralala, janë kështu njerëz që okej, merren me muzikë. Se publiku është paragjykues? Po, do me thënë, është gjykues, është edhe paragjykues, sigurisht, po në fund fare gjykimi ka rëndësi në fund bas performancës se qa ndodh. Po është paragjykues sepse si thash, në atë 3 minutshin paragjykojnë disi le të themi për performancën, ose kapen me një detaj në veshje, ose me një gabim në notë, ose një
not gabim, intonacioni që ti mund të bësh, edhe kjo është para gjykim, po nuk marrin parasysh, do të thënë, do të thojë që mbrapa çdo performance ka një punë të jashtëzakonshme, aq më tepër në festivale të tilla. Si të duke Angelina Mango në festival? Po dëgjoja dhe më risolli të njëjtat emocione, shumë, do të thënë, fantastike, mendoj, artiste origjinale, shumë emocion, performanca duket, veshja siç po diskuton. Po kujton Angelina pak edhe lukun me Maneskin, edhe po, ajo është një femër me Damiano, ka diçka një linja. Sigurisht, prandaj, është ajo që thash unë janë avangard artistët e fundit, sidomos në Itali, sepse duke marrë pjesë edhe në Sanremo, gjithmonë vitet e fundit ka qenë këto skandalet, këto gjërat, por sigurisht Angelina e ka marrë, e mori shumë mirë performanca dhe bravo. Po në rastin e saj nuk ka pasur vetëm, si të është prandaj Sergio përdori dhe mua më pëlqeu që përdori dy folje, gjykim dhe para gjykim. Në rastet e këngëtarëve ose performancave të artistëve të cilët janë të konfirmuar, pa diskutim që secili prej nesh ka gjykimin e vet. Varet pa diskutim edhe nga shihet personale të gjithë secilit në muzikë, por në rastin e Angelinës pa diskutim që ka pasur para gjykim, jo vetëm gjykim, edhe për shkak të peshës që mbante jati saj në botë muzikore, pa tjetër me një background i cili do duhet... Po, përveç kësaj, unë besoj që ka qenë për të më shumë përgjegjësi, që do të thotë se të bësh pjesë e asaj skene, mund të ketë pasur dyshimet e veta, mund të ketë dashur të jetë më herët në skenën e Sanremos, por shumë përgjegjësi. Shumë përgjegjësi të arish në... Nuk je vetëm vajza e dikujt, po je një artiste që ka një super vlerë, që ka një super këngë, dhe ku ke këte frikën edhe të shkosh në një palko ka që madhe me një publik ka që madhe si Italia, po dhe jo vetëm Itali, edhe për ke një superstar, më ndoj që të dridhësh në emocione. është paragjykuar në fillim, jo vetëm është ka superuar në mënyrë të jashtëzakonshme, pa diskutim një sjellje skenike e shpenguar. Nuk vuajnë në fakt italianët, se po të mendosh 80% e popullsisë në Itali, duket sikur janë mësuar me kamerën, edhe sikur të marrësh një njeri të zakonshëm me një punë krejt normale që i shërben shoqërisë, dhe nuk është i famshëm apo nuk është VIP, ka tjetër sjellje përballë televizionit apo kamerës, është e gjithë shoqëria kështu. Unë mendoj që 80% e italianëve janë gati për të dalë në televizion dhe nuk kanë asnjë kompleks si shoqëri përballë kamerës. Edhe në rastin e vajzës së Mangos, pa diskutim që kjo ka bërë në një farë mënyre të sillet tërësisht natyrshëm në një kompeticion të madh siç është Sanremo, me përgjegjësinë që kishte mbi shmi, po e ka të kaluar në mënyrë fantastike. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ndoshta gaboj, po mendoj që artistët, mos thuaj se ti mund të kuptosh më mirë, artistët nuk e kanë shumë të frikën e gjykimit, sepse janë mësuar, janë rritur, ndërkohë një person normale, pjesën e publikut shtepën dhe janë pak ma kontrollojnë ku flasin. Nuk e kanë, por në momentin që ti merr pjesë në një eveniment aq të madh si Sanremo apo si festivali i këngës që kemi në Shqipëri, sigurisht ke një peshë shumë të madhe, sidomos kur bën tekstin vet ose muzikën vet, dhe ke një peshë akoma më të madhe sepse duhet ta prezantosh veten tënde sa më mirë. Për këtë pjesë po flasim të frikës apo të gjykimit, sepse pastaj varet edhe nga performanca aktuale që ti bën në skenë, sepse ti mund të jesh shumë mirë gjithë vitin, gjithë jetën, për një sekundë gjë aty, pastaj mund të ndodhi me keqja dhe... Po kantautorët janë akoma kaq të suksesshme në Sanremo? Po sigurisht Sanremo ka filluar me muzikën klasike, me muzikën italiane, dhe italianët zakonisht kanë pikën e fortë tekstin. Pra flasin shumë në tekst edhe në melodi, po ta vësh re kanë shumë të ritmuara, pastaj shumë të zgjatura. Kush është një kantautor italian që të pëlqen në mënyrë të veçantë? Po këtë vit është edhe Bruno Risas, nuk e di, nuk është ndoshta shumë i njohur, nuk e di nëse e njihni edhe ju. Do marri pjesë me një këngë vete. Po, është këtë vit edhe jam shumë kurioz ta njoh sepse unë kam disa këngë preferuara të tij. Është një artist pop, jazz, klasik italian, po, afër këtyre klasikeve italianeve që ne jemi rritur, edhe sigurisht baza e muzikës italiane ajo është, pop, rock,
Pastaj vitet e fundit, si që folëm, ka ndryshuar. A është Sanremo akoma festivali i më i rëndësishëm në Europë? Është një nga më të rëndësishme, do thoja. Po. Mund t'jetë edhe në base Eurovision, mos them është madje ka pasur vite ku Sanremo nuk ka qenë pjesë e Eurovisionit, e Eurosong Contest, edhe sepse ka marrë vendimin për të mos konkuruar. Jo se ka pasur një këngë jo të mirë përfaqësuese për vendin e vet, por sepse ka ditur të tregoj që në politikat e veta, edhe të shtetit vet, po edhe të organizimit të Sanremos, pa tjetër që e kanë një lloj krenarie. Është një lloj krenarie për ta, e tha Andri që thuaj se çdo premier hesht në ato ditë të festivalit, çdo italian e ndjek me shumë kënaqësi, por pa tjetër mendoj që në Europë ka rolin e vet, ashtu si kurse ka bërë edhe në festivalin e muzikës europiane. Dhe gjithmonë ka qenë i komentuar zgjedhja nëse Italia do t'jetë pjesë e Eurosong Contest apo jo, nëse Italia do t'jetë pjesë atyre 5 finalistëve që kontribuojnë në Eurosong Contest për të hyrë me njëherë në finale, apo për të konkuruar si të gjithë shtetet e tjera. Do me thënë, edhe fakti që Italia përmëndet ka i shumë, ose Sanremo në një farë mënyre, me këngën e vetë përflitet ka i shumë në median europiane, pa diskutime bën atë një nga festivalet më të rëndësishme. Sigurisht ne nuk kemi arritur në ato nivele për të marrë, pavarësisht se ndër vite, mendoj që kemi mundur ose kemi dashur të bëjmë një lloj si Sanremo, duke nisur nga regjia, duke nisur nga mënyra se si i regjistrojmë këngët dhe performancat, në një farë mënyre se si mund të vishen këngëtarët shqiptar duke marrë tendenca edhe nga Sanremo, që nuk është vetëm për Shqipërinë, është për gjithë rajonin e Ballkanit. Besoj ka këtë vëmendje, po kur merr për masat pastaj që edhe Eurovisioni fillon të komentoj sjelljen e Sanremos ose e Italisë zyrtare për të bërë pjesë e kompeticionit evropian, patjetër që është një nga festivalet më të rëndësishme. Shumë e vërtet. Po Michel Hunziker që do marri pjesë edhe jetë e festivali, e ndjek të pëlqen si personazh? Më pëlqen pa diskutim që më pëlqen si personazh. Do t'japin një erë pak të re, të freskët? Unë besoj që të gjithë personazhet do t'japin erë të re, por ajo që mua më pëlqen të shoh është edhe pjesa e traditës. Më pëlqen shumë të ndjek monologjet që vinë përmes artistëve, sidomos përmes aktorëve pa tjetër mesazhet që ata përcjellin. Me thënë, gjithmonë i kam ndjekur dhe rindjekur, ndonjëherë me VOD, se tashmë teknologjia na e ka dhënë mundësinë që të mund të shkojmë pas edhe ti rindjekim të gjitha materialet. Për mua monologjet janë shumë të rëndësishme dhe është misioni i, besoj, arti nuk duhet jetë edhe muzika, edhe një festival, mendoj që e përmbush misionin e vetë, kur nuk është vetëm argëtues, nuk është vetëm estetikisht i bukur apo i kuruar, po përcjell edhe mesazhet e veta. Në këndvështrimin tim, arti do duhet jetë pak edhe revolt brenda, për t'i thënë shoqërisë disa të vërteta që duhet i di, edhe letë jetë edhe ky si një minutazh, po themi, i festivalit, për të rrëfyer atë që i duhet shoqërisë për t'u bërë më të mirë në të ardhmen. Kështu që unë mendoj që pavarësisht këtyre elementëve të rinj që do të vinë si pjesë e show të madh, duhet të mbetemi ke thelbi dhe më pëlqen shumë që Sanremo nuk e humbet thelbin e vet. Shumë vërtet. Unë thash parë, unë gatrova se thashë Michel Hunziker në Sanremo, ndërkohë Michel Hunziker do jetë prezantuese e Eurovision. Po, Eurovision, po. Po, patjetër. Nga pak gjeloz në fakt se do e pris, unë tash që e mora vesh kisha dëshirë që t'ishte në Sanremo dhe jo në Eurovision. Dham një ide. Është një nga ikonat e Italisë, edhe pse më thënë, ka qenë lidhje me Ramazzotin e kështu. Po, këto stërgjit dëshërisë që është ikoni publikut i Italisë, që unë jam ndjem pak kështu keq që do prezantoj Eurovisionin, po si do t'jetë, është një arsye më tepër për ta ndjekur edhe për të themi edhe tek ajo rëndësia që ka. Ti mund ta kontaktosh në Instagram, ta komplimentosh, ta mbështetësh si artist, dhe ndoshta edhe mund të përgjigjet, si italianët nuk e kanë kompleks të përgjigjen. Nuk e ke keq. Po i dërgon një mesazh një artiste ndoshta shqiptare, ai mund
mos përgjigjet, në ka një italian. Po, shkruaj, mos uaj po të përgjigjet. Po, të shkruajmë. Do më japësh një kafe pastaj. Po, siguri. Po çfarë? Unë tani t'i shkruaj Damianit, apo? Përdoni, këdoni. Unë t'i shkruaj Stefano De Martino ndërkohë. Po i shaka. Çfarë bën festivalin e Sanremos kaq të dashur për publikun, personazhet? Neve i folëm paka shumë gjitha, janë duke fillu, Italia ka një kulturë shumë vjetër, si në muzikë, si në artë, po në ushqim, po në gatim, po në veshje, po në modë. Pra, si do t'jetë edhe duke mos bërë asë një gjë fare, Italia gjithmonë në qendër të vëmendjes. Kështu që gjithë kjo kulturë mira vjeçare që ka, është shpjegimi i thjeshtë i momentit që Italia po kalon në muzikë, le të themi, kështu që çdo element... Muzika italiane ka edhe një pikë të fortë, moda, stili, veshët, që artistët bashkë me stilistët përzjedhin për festivalet, për këto eventet madhore. Po, kultura... Por mendoj që këngëtarët, artistët shqiptare marrin pak inspirim ose nga njerë kopjojnë. Sigurisht që marrin dhe shumë mirë që marrin, sepse po mos të merrim nuk do ishim këtu ku jemi. Edhe si që folëm edhe festivali këngës tonë, realizohet, do thoja, shumë mirë dhe me shumë sakrifisa, sepse duke marrë parasysh që Italia ka 60 milion, 60 milion banorë. Po, pa tjetër. Dhe të drejtat e autorit funksionojnë, ndërsa tek ne nuk është se funksionojnë, le të themi, edhe nuk lëvrin shumë buxhete për artistët, edhe është një sakrificë e madhe që për të gjithë artistët bëjnë dhe du t'i falenderojmë. Pa tjetër, po kemi dhe shumë stilistë të mira që krejojnë dhe japin ide shumë inovative. Po, ne kemi shumë artistë për kaq pak njerëz se emi, vetëm neve na duhet pak më tepër buxhete dhe më tepër mbështetje nga institucionet shtetërore dhe jo vetëm për të pasur mundësi që dhe ne të bëjmë, sepse talenti nuk është se mungon në Shqipëri. Shumë vërtet. Unë kam pas disa veshje pak veçanta, disa artistët edhe më ndihmoni me emrat Ronela Ajati, po, ka njerë ka eksperimentuar dhe me veshjet. Po shumë mirë, unë jam shumë pro artistëve të tillë që tregojnë veten e tyre nëpërmjet veshjeve, nëpërmjet teksteve. Kush ka qenë një look që ju ka ngelur më shumë në mendje, një look pak maestroso, pak më i veçantë? Shqiptar apo? Në artistët e Sanremos. Sanremo? Po, të gjithë vinë të kuruar ata, me diçka ndryshe, mund vinë shumë fare thjesht, me një detaj, thjesht ato e kanë atë sharmin e lindë. Unë jam shumë kurioze të shikoj Fedet si do dalin në skemë. Po, mendoj në i kostum mund të kemë, në i kostum modern, nuk e di. Po, ndoshta vetëm edhe me pantalonat dhe me një rjetë kështu me gjethe lartë. Po, ata kanë një aureol që i shoqëron, kështu që italian nuk ka nevojë për shumë komente, apo thjesht ajo gjëja uri edhe kaq. Ja, unë nuk besoj që uri është është e gjitha kultura, pa tjetër që është e gjithë kultura, po besoj që edhe për muzikën, ashtu si për tekstin, bëjnë dhe kanë të njëjtin kujdes edhe për veshjen, kanë të njëjtin kujdes edhe për grimin, për mënyrën se si do të... I kanë superuar shumë, po, pa diskutim. Ata kanë pa tjetër një kurues imazhi, i cili e ka dëgjuar këngën kush e di sa herë për ta përshtatur me stilin, me modelin e flokëve dhe me... Është një industri e tërë. Dhe mos harrojmë që Sanremo vjen nga një traditë se dua të bashkangjitem kulturës, edhe për faktin që Italia ka qenë shtëpia e muzikës edhe për kinematografin, për vite të tëra. Italia ka sjellë Ennio Morriconen, ka shërbyer nga ana muzikore kinematografisë në të gjithë botën. Pra ka një lloj historiku që nuk e ka asnjë vend tjetër në botë, teksa shkruan muzikë, interpreton muzikë, apo bën muzikë bashkë me spektakël. Dhe ko po flet për Italinë, të shkëlqen sy, nuk e di pse, do flasim pastaj për Italinë, por me qenë që folëm për veshjet, do shikojmë tani një video me gjithë veshjet e tuja. Shikojmë pak si je veshur ti. Po, hajde, edhe të gjukoj, Nesër në këtë bota do t'jemi prap njësoj. Ti e di forse mbrënda vetës edhe në stu. Zëri shpirtit flet, jo nuk ka më tje. Qëndrosi galaktika, vetëm jo nuk je. Ti një
qa look shumë i veçantë. Më fol pak për isha për Sanremo apo s'isha? Ishe super për Sanremo. Tani, më ngoja unë aty, ke ka qenë Po prandaj nuk shoha vitin e Sanremo. kaluar, kisha qenë unë si stiliste, do kisha dhanë disa këshilla ndoshta ma shumë. Vitin tjetër. Plus. Ku jemi? Do të qojmë mesazh në Instagram, të qojmë unë si gjerë, pastaj. Patjetër, më tregon nga ky stili, nga kush je frymzuar? Jam frymzuar nga teksti, me thënë drejtën, se kam pas një tekst për forcën e njeriut, edhe aty them ti uragan. Toka, pjesa e natyrës. Toka, pjesa e këtyre natyrës, edhe ngjyrat e tokës. Ke pasur një stilist që të ka ndihmuar? Kam pasur, jo një stilist do thosë, sepse ideja primare ka qenë e imja, kam pasur pasaj element që më kanë ndihmuar në pjesën teknike për të realizuar gjithë performancën, po ideja ka qenë e imja. Do me thënë, këto artistë shqiptare janë kompozitor, ta thashën, jemi të sakrificës ne. Janë kantautor. Ti meriton Sanremon patjetër, djalë. Po pse jo, nuk, never say never, kur mos thuaj kur. Vitin tjetër, ke dëshirë të marrësh pjesë prapë të festivali RTSH-s? Po, shiko, festival. Edhe çfarë diçka ndryshe që Unë jam artist, jam formuar nga muzika klasike, se kam studiuar muzikë, kështu që festivali për mua është si triumfi i gjërave që unë kam për shpirtin tim, le të themi, sepse unë prodhoj muzikë edhe komerciale, disi, por festivali është do shpresh një tekst, një ndjesi, një histori tënden, edhe muzikë tënden, kështu që për mua është fantastike dhe shumë e bukur pjesëmarrja, kështu që do t'jem patjetër. Si artist, çfarë mendon që në Shqipëri mungon, po flasin gjithmonë për festival, një tekst, diçka të ri që akoma nuk është risjedhur, mendon që këngëtarët shqiptarë nuk kanë dhënë 100%? Shiko, mendoj që mungon disi originaliteti në Shqipëri, pasi edhe në botë muzika ka filluar të devijohet më tepër te komerciale dhe të gjëja sipërfaqësore dhe të gjëja që konsumohet shumë shpejt, jo vetëm në Shqipëri. Kështu që mendoj që duhet të marrë fuqi. Se ndjekun tregun. Ndjekin tregun, nuk bëjnë diçka që... Ndjekin tregun edhe duan të bëjnë të famshëm shumë shpejt, edhe duke marrë parasysh gjithë këto element, ndjekin rrugun më të thjeshtë, duke bërë skandale, duke bërë tekste sipërfaqësore, nuk e di, shumë gjëra, shumë teknika të reja që çfarë nuk po shohim ditë për ditë. Kështu që duhet japim pak më tepër rëndësi performancës, tekstit, mënyrës së këndimit, zhanreve klasike, pop dhe jo vetëm. Shumë e vërtet. Sepse në Shqipëri dhe në gjithë botën, siç po thoja, po ndryshon edhe është e trisht. Jo vetëm për ne që jemi artist, po dhe për publikun duhet të shprehë gjëra origjinale. Ndërkohë Shkodra elektronike që ka fituar për Eurovision, mendon që do ecin përpara, ka një mundësi për pse jo ta fitojnë? Shiko, unë jam shumë i lumtur me thënë drejtën që fituan disa artist ose një grup që nuk ishin dhe aq të famshëm, po themi një grup i veçantë në Shqipëri. Edhe mendoj që është një kthesë shumë e mirë, sidomos për artistë të rinj, sepse në Shqipëri ka nevojë shumë për artistë të rinj, origjinal, si në tekst, si në muzikë, si në performancë, që ishte Shkodra elektronike. Kështu që më është bërë qefi pa mas, sepse unë kam qenë në sallë në finalen e festivalit këngës, edhe më është bërë realisht shumë qefi duke parë edhe publikun që i duartrokiste. Çfarë ka pasur? Sa po e thash, ka pasur një këngë me motive shqiptare të modernizuar. Pra, e kam pasur mix të dyja gjëra, siç dhe aktualisht ndodh në Sanremo. Ka rikthyer pak te pjesën tradicionale ndoshta. Po, por të sjell në një gjë moderne. Loela, po ti si mendon që do pritet në Eurosong? Zjerm do pritet si zjerm, besoj. Shkodra elektronike, mos harrojmë, është, meqense ne jemi tek Sanremo, është një grup i cili operon në Itali, kështu që nuk është ndoshta shumë i njohur në Shqipëri, ka pak materiale muzikore të cilat janë prezantuar dhe kryesisht janë prezantuar në kanalet e tyre zyrtare në YouTube. Pak njerëz i kishin duartrokitur më herët, po në këtë festival të këngës në radio televizionin shqiptar kanë bëritur me identitet shumë, pra muzika e tyre kishte element sa tradicional shqiptar, po aq edhe modern, duke alternuar në një farë mënyre atë që është
Sanremo sot, atë që është muzika sot, atë që kërkon tregu muzikor shqiptar, por edhe tregu në Europë, mendoj që është një gjë që nuk e kemi parë në Eurosong Contest, ose në thelb nuk e kemi quar asë njëherë në materialet muzikore që ne kemi pasur si përfajsuese në Eurovision. Mendoj që veshja e tyre ka qenë shumë komode, një lloj si Sergio, po edhe artistë të tjerë, ato kanë menduar vetë, madje unë kam ndjekur një intervistë ku thot ka menduar nëna ime për dimensionin e performancës e veshjes së tyre, por fakti që ato operojnë apo bëjnë muzikën e tyre në Itali, ndoshta i sjell afër dhe larg vendit të tyre. Edhe ndoshta ky ka qenë dimensioni që kanë dashur ata sjellin në Festivalin e Këngës në Shqipëri, dhe kjo e ka bërë të bukur pastaj për ta zgjedhur si këngën fituese që do të shkojë në Eurosong. Besoj që do të ketë sukses. Këtu ka pasur, këtu është duar trokitur. Ka ngelur, më fal, ai kërcimi në mendje që ka bërë edhe ka për mua ka ngelur ajo dhe pse jo. Shumë i bukur. Edhe ne ju urojmë shumë suksese, që ndoshta pse jo dhe ta fitojnë dhe të kthehen në Shqipëri akoma shumë, na bëjmë publiku shqiptar akoma shumë të lumtur. Ndërkohë unë ju faleminderoj shumë dhe ne rikthehemi në publicitet.